Profesori i Universitetit Amerikan John Hopkins, Daniel Server, ka reaguar lidhur me polemikat e shkaktuara nga nisma ushtarake e Kroacisë me Shqipërinë dhe Kosovën, duke kritikuar ashpër qëndrimin e Serbisë në rajon. Sipas tij, Beogradi është i vetmi shtet që ka udhëhequr një garë armëtimi në Ballkan gjatë viteve të fundit, duke cilësuar këtë si një faktor destabilizues. Në një analizë të tij, Server thekson se Serbia nuk mund të quhet faktor i paqes dhe stabilitetit në rajon, pasi polemika e saj mbetet e lidhur me strategji ekspansioniste dhe mbështetje të grupeve nacionaliste. Vučić thjesht i mashtron diplomatët naiv, shprehet ai, duke akuzuar presidentin serb për një politikë manipulative në raport me ndërkombëtarët. Sipas profesorit amerikan, Serbia vazhdon të refuzojë zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara me Kosovën dhe në të njëjtën kohë i jep mbështetje politikës separatiste në Republikën Srpska, e cila drejtohet nga Milorad Dodik. Server thekson se ky qëndrim minon stabilitetin në Bosnjë dhe Hercegovinë, duke rritur tensionet etnike dhe duke penguar zhvillimin e një politike të qëndrueshme në rajon. Ai gjithashtu i referohet lidhjeve të Beogradit me Kremlinin, duke theksuar se Serbia nuk i ka ndërprerë marrëdhëniet e saj me Rusinë, edhe pas pushtimit të Ukrainës. Kjo lidhje sipas tij inkurajon politikat proruse jo vetëm në Serbi, por edhe në Malë të Zi. Ku ndikimi i Kremlinit i dukshëm përmes grupeve të caktuara politike dhe propagandës mediatike. Në përfundim të analizës së tij, Daniel Server shpreh shqetësimin se veprimet e Serbisë nuk kontribuojnë në paqe dhe stabilitet. Përkundrazi, ai mendon se politika serbe vazhdon të mbetet një faktor destabilizues, duke krijuar tensione në Kosovë, Bosnjë dhe në Malë të Zi. Ai bën thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mos bjerë pre taktikave të Beogradit dhe të ndihmojë në ruajtjen e ekuilibrit në Ballkanin Perëndimor. Kjo deklaratë e fortë e profesorit amerikan vjen në një kohë kur marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë mbeten të tensionuara dhe kur rajoni i Ballkanit Perëndimor po përballet me sfida të mëdha gjeopolitike dhe të sigurisë.